Rikthehemi në studio, tashmë e kemi Fatlind Azizin këtu, me të cilin do të diskutojmë gjëra gjatë për karrierën e tij dhe suksesin e fundit, sigurisht. Falenderojmë Fatlindin që është me neve sonte në studion e Radio Dugaxhinit. Faleminderit. Erdhe për Shqipërisë pak më pushim, a? Pak. Do mas një lodhje, mas një sezoni, do gjithë. Tregon pak sa është e rëndësishme edhe sa ka sjell emocion për ty me skuadrën e Laçit të arrin një sukses të jashtëzakonshëm si vjet, kampion të Ligës Parë, inkuadrimi në superiore. Po normal të e po që edhe vitin e kalum e po të atë njëjtin sukses, kështu që një mësu pak. Kampion i Ligës Parë. Kampion, po normal që është një ndjenjë e papërshkueshme me një shtet tjetër që e kom bo hera para që e kom bo këtë hap në Shqipëri dhe një hap që se kom prit as vet, se kom menu, s'është që e kom menu, e kom planifiku. Kështu që pritshmërinë një kon këtë tjetër shkon shkova, po s'jam pishmon asnjë trok, kështu që jam shumë i kënaqur dhe titull. Futbolli shpesh na del enigm, domethënë nganjëherë kur prishën planet që i bën ti mundet me dal më mirë këtë tjetër që s'e ke prit. Kismeti, riskin tonë s'u ta merr kërkosh, kështu që so ka qenë vështirë me dal kampion? E keni pas skuadra të fuqishme brenda Ligës Parë në Shqipëri? Fiks. Kena po tash deri në fund do kon 3 skuadra, Skënderbeu, po Gradeci dhe Laçi që kanë luftu jashtëzakonisht shumë. Skënderbeu kur më shkuam do kon një 4 pikë përpara, 6 pikë përpara mas gabusha. Po edhe më herët unë kom po tabelën s'është që se kom përcjell, se Skënderbeun te ditë që e kem e njohëm si ekip mirë se ka rrit në Ligat e Evropës e sa. Momentin kur s'kemi qenë as natë pranë. Fiks. Edhe është që e kom përcjell gjithmonë në tabelën e si qysh tek, edhe e kom po që kogja u paçkput me pikë. Edhe kur shkova unë kogja ke interesant se po Gradeci ishte që luftoi këtë gjë qysh 3 vite është u insistu maksimum për me për medalë superiore. Po Laçi e bën atë vetën që është dellë vet. Laçi edhe në fund me mor titullin 95% ligës, më kon venin e parë Skënderbeu, një emër i madh. Edhe me shku më mor titullin në minutë fundit, në kornerin e fundit, në lojë fundit, në Korç. Një ndjenjë e papërshkueshme normal. Edhe para gjithë aty në tifozëve që kanë atë. Ç'është ka e thonja për Laçin? Nëse ke lujt e Laçi, nëse ke lujt Laç, lum ku dush. Kështu e ka pas emra të mëdha të futbollit, e përmendë jashtë, ka pas emra të mëdha të futbollit të Shqipërisë që kanë luajtur aty. Po fiks. Edhe gjithmonë Laçi punon me lojtar të ri shumë, ekstrem shumë, edhe ju ofron lojtar të ri, ju jep mundësi lojtarëve të ri, edhe si temel e kanë gjithmonë me lojtar të ri, nuk ka që nëse s'ka problem aty. Nuk e këshirim vjet. Është interesant që edhe si vjet për shembull ekipet ndryshme kanë pas kërkesa për futbollist Laçit. Po tash kanë pas shumë oferta edhe për lojtarë, edhe vitin e kaluar, po edhe këtë vit kanë oferta si Edion, që është një lojtar për përmendje ose 2, Tresa dhe Myrta janë lojtarë jashtëzakonisht talentuar. Po, është Myrta tani, është një lojtar që edhe e kam shok, nuk ka që e kam shok, po gjithë çunat më kanë prit jashtëzakonisht mirë. Aty pritjen e kam pas shpesh edhe njerëz aty që janë brenda klub kanë thonë që s'ka ndodhur më tiku me prit një lojtar kështu që s'kan prit ty, që s'kan pranuar grupi. Edhe me ata jam sill jashtëzakonisht mirë si ata që më kanë prit. Edhe Myrta është një talent jashtëzakonisht, është Kurti, ka lojtar të jashtëzakonisht Mjaki, ka lojtar të ri që janë Brom interesant. Po. Mos ti përmeni gjithmonë se jo një hak në nuk këshire. Një detaj interesant që mboni përshtypje për shembull është prej pjesës kur ke vendos me kaluar te skuadra Laçit, momentin kur ke debutuar këndej nuk është skuadra më kapsu humbje. Jo, dy barazime më duket i kem, veç dy barazime. Humbje jo, edhe debutimin formacion e kom bë kundër po Gradeci direkt loj derbi që aty u siguru për me vjen Super League, për me hyn Super League. 1-0 ishme halon loj, po 2-0 e sigurum për me i 2-0 fitu mua ndeshje, po dhe kam qenë stabil, kështu që mirë. Rasti fitoria. Po është interesant që trofeve ja ke marrë dorën. Edhe në Kosovë ke qenë të njëjtën formë te skuadra Prishtinës Re. Po, Prishtina Re Ktheva pak për masë di. Një vend veçantë ka Prishtina Re te unë, gjithë edhe se harroj kur se u ka një histori që pak lojtare përjeton. Qysh e kom përjetuar aty me Prishtina Re Jovićon, po ka djem që ende është Lorik Dobratiçi që është ende pjesë e klubit pi Ligës 2 e kanë fjalën. Kështu që kena qenë kogja do lojtar që kemi kanë në Super League pi pjesës pi Ligës 2 deri pjesë e ekipës edhe Super Ligës, kështu që
Edhe aty u konë ndjenjë pa përshkueshme për 3 vjet e gjysmë 2 kupa, edhe aty, edhe në Ligë 2, edhe në Ligë të parë, edhe viti i parë i Ligës së parë u konë edhe nashta edhe më i mirë se titulli, se u konë që s'po di çfarë më thon, veç lojë më të mirë, edhe grup më të mirë, si Prishnari që na konë. Jo, si kuadrimi 2 fesht. 2 fesht, edhe play-offi, ai barazhi që u konë jashtëzakonshëm, për neve u konë një provojë jashtëzakonshme, edhe fitoria me Dinamo me penallti që u konë emocion për mi emocion. Edhe vazhdimi pastaj se ka pas interesin për lojtar normal, Superligës, e të Ligës parë ekipa tjera, po sa me vorosi më të lu është pak problem. Ajo ka problem derisa të fut në debat. Po të futim në debat, po kry puna jote. Kur e mendon tash, kur e mendon karrierën kampion me Prishtinën e Re, kampion me Laçin, është një falloj krenarie, besoj, edhe në aspektin personal, edhe ngritja motivimit edhe gjithçka. Normal, është krenari edhe kujt i del përpara ki për shkak me fol, si në këtë rast unë ty, se dy tituj me ekipe ndryshme edhe historia e Laçit moment fundi që u bë me shku në Laç, se unë jam konë në bisedime këtu në Superligë këtu, edhe të Ligës parë pse jo. Por se ka pas plan me shku atje? Nuk e kam pas plan, unë desha një zgjedhje me bë mrena këtu. Edhe me tregu drejt, po më thirr një shok Alban Rexhepi, pse e njeh një lojtar që ka luajtur në Kosovë e Po sa. Po më thotë që Laçi është interesum, çështu, a ti çfarë po ta merr mendja? U çudita, thash, s'po di, hajde thash dalmi folmi, shohim. Po më thit nesër tha, a mund me shku në Tiranë, tha çështu, thash po se edhe kisha punë me shku në Tiranë do ditë. Edhe kur shkova, shlete u merrëm vesh, edhe vazhdova aty, dol mirë, titulli tash superiore, tash shohim, tash ti në bisedime jam apet, edhe shoh. Tash e rëndësishme është që karrierën që e ke zgjedhur ka përfunduar me shumë sukses. Po. Tash kjo pjesa tjetër normalisht i takon me negociatave, është fal duhet më marr vesh gjithçka tjetër, po e rëndësishme është çkado që ndodh, ekipi është superiore dhe mundësia jote me qenë superiore është shumë e madhe. Kështu që të tjerat mbesin mu diskutu normalisht. Unë sa kom pas në dorë, kom bo. Sakt. Titulli është në Laç. Sakt. Kështu që tash negociatat mund me ndodh fatlindjen e kam po, e din cilëtetin e tij. Mund më kon favor tem, mund më kon favor klubit, mund më kon gjë e përbashkët që në favor dyve. Mund almos më mirë vesh për futbollin. Kjo është profesionalizmi normal, secili me qef rrin aty dhe vara kepi marrveshës. Nëse gjejmë gjën e përbashkët pse jo. Fatlindje po dojna me kthy tash pak në kohë për mas. Po dojna me kthy krejt në fillim. Ku kanë qenë hapat e parë të futbollit? E përmend edhe babën që është adhurues i futbollit, edhe përcjell futbollin shumë. Ku ka qenë skuadra e parë ku te ke fillu hapat e parë? Hapat e parë si futbollist që kam fillu u kon klubin Galaksia te profi Jetullah Arifi, që e përshëndes shumë. Ai ka qëndruar gjatë gjithë kohës me mua dhe mi përsërita dy emra tjerë, Armen Maliqi, u kon trajner, ndihmës trajner i tij, edhe Artan Sadriu që më ka qëndruar afër prej Galaksis 9 vjet kom filluar aty. Edhe aty në Regjionin apo 2 herë kampion. Edhe në Regjion Gjilanit, kështu që aty kom fillu hapat e parë, prej aty kom fillu pastaj në prova im kon në Bursa Sport Safety. Kjo është shumë interesant se rol njëjë futbollist për shembull që nga një skuadër e vogël e grup moçave ka lënë larg me një shtet tjetër komplet. Po, shiko, kur kom shkuar në Turqi, mas pari kom shkuar në Bursa për prova. Edhe aty një pëlqesha, so që sy pëlqesha. Po puna ishte problemi ishte që te letra, 18 vjet kur ti bësh del licenca jo për me lujt se jashtit pak është problem. Kurse ke pasaportën turke është ka gjë problem aty. S'mund është me rreziku. Edhe tash ti kur shkova atje në Bursaspor, trajneri ti pëlqesha, po thej kur ti bësh 18 vjet. Edhe tash ai menimi jam që po më duket s'pi u pëlqen. Po. Edhe fillova me lip ekip tjetër në Ballikës Sport. Ballikës Sport që është ligën e parë, aty kum kalu ma mirë se s'po dish më thon, ma mirë mos ka ku. Edhe aty kom pas përkrojën e tifozave gjithve se loja miqësore pa të ardhur, 1-2 loja miqësore i pa të nkshyrë, pa ta luajtur në atë ndeshje dhe edhe ke pas një kundërshtare ke pas shumë interesant. Ajo ka qenë Natali, Natali. Prit tash ta tregoj edhe atë si. Edhe Ballikës Sport çdo ditë unë bëjsha trening veti, shtrevitje veti në fitness. Ekstra. Edhe ekstra. Edhe ekipa por për fitness dalkem në fush.
A na kena pas fushën mbrapa. Edhe tash ti kur kaloj ke trajneri ekipit sport mund po këtë servit. Edhe në të njëjtën kohë. Edhe një ditë, 2 ditë, 3 ditë dikura shkoj edhe po afro po më thot apo thot ne kush më servit apo vet. Mi thash vet, ça më bëu thash të ditën apo dhe tha po do më provu tha me ekipin e parë thash po më unë më herë. Aso që e marrsha vetë shumë mirë turqisht në fillim derisa e mësova. Edhe pe thirrin i doj temi më përkthy. Edhe më përkthej shpejt edhe më tha që çështu më dal me ekipin e parë. Jena të zgjedh 3 lejtor të akademisë, se unë dasha me unë andajqa dhe unë istenisha me 2 shpesh herë i përzisha. Kombinim. Po kombinim. Edhe kena me marrë 3 lejtor, cilët na do kena me marrë përgatitjen në janar. Aty e shke ka nëntori, dhjetori, kështu diçka. Edhe unë po shkoj, po më zgjedhin mua. Edhe trajneri në rregull ke dakord me mua, me vazhdu, me shku në Antali në përgatitje me ekipën e parë. Edhe pak para se me shku në përgatitje shkarkohet trajneri. Edhe tash kur është kërku trajneri, thash me ta në shpe. Edhe po vjen një trajner i madh, Giraj Bullak, ku konë ishtë trajner i Trabzonsporit. Edhe po vje, edhe pi thot planin, peshe, hajtë thot, ta këshyre dhe një stërviti, 2, po më tha, po mëra tha qysh jo, vjen. Edhe po shkojën atje në Antali, mo si i ri, edhe takimin e parë që këm pas me vetat Moriqin u konë në gjumo, tu u fal, aty jam njoftu me vetat Moriqin, edhe që aty e këm pas kontaktin e parë, pastaj tani në ndeshje miqësore, 2 ndeshje me Altojnë edhe Gençi Vili pa të mbyt. Edhe kështu me rend, pastaj pi Ballëkësirit i bona 18 vjet, unë do licenca për me lujt. 2 ditë ma vonë, tu dosh me mu mirë vesh me ta, me vazhdu me shku kontratën profesionale me ekipin e parë. E ardhë në FIFA që ka transferin të blokuar me shkaku që borxhet që i ka ekipi. Edhe më dashte patjetër me livrit. Pastaj pasi kum livrit, si kum shku në Bursaspor, jem lëndu. Në lëndim e kum pas, një operim atje në fillim. E kum pas, bursa direkt u mërë, se edhe tani e kum kuptu që si shkon hajgora ajo trajneri. Ajo që ka thonë trajneri kur i bën 18 vjet. Po. Edhe aty tana me Bursasporin vazhdova, me Unistenisha, gjatë gjithë kampionatit na kom vend parë. U ktheva për lëndimit, ka 30 minutë, 20 minutë e morë vetëm, pastaj një 20 ndeshje kum lujt rën. Edhe në dy lojtë e fundit e kum kampionatin, kështu që na ka marrë në çov. Çaty pas ka ik. Çaty më ka ik, po ma mirë është më kon vend dytë. Po dashë kampion tani në fund. Se më kon vend porta, pak i shpejt. Interesante ke sistemi në Turqia. Nuk e kisha ditë që skuadrat për shembull të ligës parë, dyja po shpallshin kampion. Pozita e parë dhe e dyta. Florent Hasani ma ka shpjegu. Që tash të frikë, po, ka gjosa. Ka gjosa se... Tash po shpallshin dyja të kampion, e treta po shkojke në play-off. Në play-off. E treta, e katërta, e pesta, kështu diçka lujnë mes veti, pastaj tani e bojnë me Superligës. Çështë. Për Vedat Muriqin thonë këta që e takojnë thonë është shumë i thjeshtë. Çush ka qenë raporti fillestar me ty? Po, çat kohë patkon i shoqënu shumë dhe gjithmonë pyetja ti u kon a ke nevojë diçka, këtu jam për çdo sen, kështu që u kon një raport i mirë edhe mas fazë përgatitore kom pas kontakt. Edhe pasi tani normal shoqënia që e ka 1 vjet 2 mon raport dikura ndahet kur s'ki kontakt hiç. Angazhimet ndryshe, ekipet ndryshe. Normal është edhe gjithmonë edhe aty shkon të ju shtu shoqënia se çdo vet me ndrua ekip ka 20-30 lejtar, kryesia ajo kjo normal që ja nis tani me harru shoqëninë e vjetër, s'është që më ka harru po puna është kontakt. Ndryshon angazhime. Kontakt, po kem pas kontakt deri sa kom qenë edhe në akademitë Fenerbahçes, pak mas Bursasporit kom qenë një 6 muaj nëse s'gaboj, edhe aty s'kom pas drejt loja dhe i kapi aty, se po është paloja s'mujshë, lejtari paloja si lejtari i lëndum njëjtë. Po. Edhe prej aty tani historia e Gjilonit në Kosovë. Interesant, që kam ka bu përshtypje është karakteret letimit forta në sport vrehen kur kanë ngritje zbritje. Karriera jote çështu ka qenë realisht deri te Prishtina e Re, deri te Laçi, po një poshtë, një nalt. Poshtë, një nalt. Po, çka ka ndodhur realisht në kësaj periudhe? Shumë interesant. Kur kesh pjesë e Bursasporit, tu hekën Liga e Unistenisha. Federata e futbollit turk e heki komplet ligën e Unistenisha. Po. Edhe u bo U19 edhe ekipa e parë. Qëllimi është që ma 3 medalë në ekipën e parë. A U19 mujsha me lujtë ne, se 3 lejtarë më shumë se 19 vjet mujnë me lujtë. A unë i kisha tu i bo 19 vjet viç i bona. Kisha drejt, dhe eri 21 vjet ki pas drejt me lujtë. Qështu nëse s'gaboj. Edhe më frojshin me lujtë në U19, po mu s'është që s'ka të rejk. Po, s'm ka të rejk me lujtë. Gërmosha ma të reja. Fiks. Edhe tana desha dikon ekip parë
mu rrit si lojtar më shpejt pak, apo dhe se gjithmonë lojtari menon pak mu ngrit sa më shpejt edhe prej aty tani 15 minuta pa u kry transferin në ora 12 në Gjila me 30 janar, kështu diçka ka çështu diçka u kon. Se fundi është atëherë, fundi afatit. Po, fundi afatit u batkon 30 janar në ora 12 u kry këtë transferin, 15-12 që ne e kryta me ta dhe pasaport ajo kjo më thash. Edhe u bë puna me shkon Gjilan, çat vetë që shkom në Evropë, në histori që henëm. Edhe sa që kom gjetë ku shumë minuta në Gjilan, u kon presioni i tillë, u kon objektiva, s'kam pas shumë ku me njën s'kam pas edhe faj se kom qenë shumë i ri edhe s'm ka njohë se unë ta kisha bu fazën përgatitore me Gjilanin, kisha pas miqësore, kisha pas mundësi më po direkt në sezon, direkt loja. Tani ishtu presioni se hopëm me Drenisës lojën e parë për kup, unë s'isha ngrumullime se isha pa pregadit me program me sene për mu pregadit edhe ushtu presioni tani direkt vishit titullit se kupa iki. Edhe kështu tani s'u ka mundësia. Pastaj pas Gjilanit lëpshat gjithçysh më largu me shku me luj dikon. Edhe gjeta në Dardon, te Sadat Parazitit e trajneri, përshëndes shumë. Shumë njerë i mirë për ndryshe. Profesionist i kësaj fushë. Edhe shumë trajneri i mirë është, po të kallë drejt për lojtar të ri është fantastik është. Edhe aty kam qenë te Sadati, te trajneri edhe ajo ka një iniciatori parë me Fidej Magjiun që ka një studi gjithmonë të më thonë luj mbrojtësi krajit. Se kam pas nevojë një lojë 2 me luj mbrojtësi krajit, unë lujta mbrojtësi majt dhe lujta mirë, u paraqita shumë mirë, luj mbrojtësi krajit se ja shehorin hec përpara se në vene. I thesha jo me sfëshor po do me luj se me sfëshor gjithë jam gon. Edhe spranova me lujt, luisha tak tuk kënaj loj, po s'është jo vazhdimisht. Edhe pas një kohë tani ardh ku mu largu prej aty dhe kështu me radhë. Mirë, tani pjesa tjetër ka fillu kjo ngritja që tash është të vazhdo trajektoria lartë dhe uroj që të vazhdojnë ashtu. Kur jemi krejt në fund, edhe një detaj veç dashta me prek, fakti që e ke vesh edhe fanillën e kombëtarës Kosovës, ka qenë një prej elementeve shumë të rëndësishme me sa e diskutuam me ty që ka pas shumë rëndësi. Me vesh ndresën e përfaqësuesit të Kosovës është një derë krenari, është ndresa ndoshta më e mirë që mund me vesh ndonjëherë, kështu që kjo edhe e Shqipnisë është diçka që janë të veçanta. Po në qatë kohë kur pa ta pas ses për Kosovës, pa ta pas edhe pak për Maqedonisë një thirrje të lehtë, jo zyrtare, po të lehtë me testu. Mas disa lojtarë, një bashkëlojtari që e kom pas atëherë janë Atanasov, lunë tash për kombëtaren. Mas ti e kom pas, po nuk është që kom pranu direkt Kosovës i më po edhe kena shku më këtu një 4-5 ditë nëse s'gabojnë në Shqipëri. Edhe aty pastaj s'ko marrë ftesë mo. Kështu që po mirë ka qenë. Po, e ke provu ndjenjen, po. Falenderoj shumë që na ke ardhur sonte në studio. E di që ke angazhime tash, normalisht pjesën e pushimit e shfrytëzon për familjen, po të falenderoj shumë për kohën që ke ndarë për neve dhe rrëfimin, për dëgjues tanë me ndëgju nga afër për atë se çfarë ke përjetuar dhe ku je aktualisht. Faleminderit shumë, faleminderit për ftesën më së pari dhe faleminderit për çdo sen edhe për fjalë dhe për gjithçka, kështu që përgëzoj për emisionin, edhe për punën. Shpresoj të shohim tash te këto superiorët e Superligës. Ta shohim, kismet.